Gjesti është në qendër të vëmendjes, pasi në rrjet po qarkullojnë lajme se ai mund të largohet në shtëpia e Big Brother VIP Albania. Në ditët e fundit ai ka bërë disa deklarata brenda shtëpisë, ku ka shprehur lodhjen e tij emocionale dhe psikologjike pas 150 ditësh izolim. Madje në disa raste ai ka pothuar se ka kërkuar të largohet, por ajo që ka shtuar më shumë dyshimet mes ndjekësve është fakti që Gjesti ka ngritur akuza se Egli dhe produksioni po e sulmojnë për t'i ulur imazhin. Kjo ka bërë që shumë fansa të mendojnë se produksioni mund të ketë një skenar të fshehtë dhe se Roza Meradi është e favorizuar për të fituar këtë edicion. Nga ana tjetër, Anajt Kaloti, ish fituesi Big Brother VIP Albania, ka mohuar këto zëra, duke i cilësuar si thjesht spekulime dhe parashikime të pavërtetuara. A është ky fondi i rrugëtimit të Gjestit në Big Brother VIP Albania? Kjo mbetet për të parë në prajmin e sotëm.